lash për ju për të dëgjuar problematikat tuaja dhe shqetësimet tuaja. Mi mbrëma të gjithëve, mi mbrëma doktor Berisha, mi mbrëma drejtuesi i qarkut Tiranës Këlliçi, mi mbrëma dhe juve deputetet të nderuara, mi mbrëma Majlinda që ke organizuar një takim kaq të bukur. Ne, zoti Berisha, jemi mësu të bëjmë fushat. Neve, kur kemi pas këtu, Anastas Angjerin e kemi hedhë poshtë. Edhe punojmë shumë. Harrova të prezantohem, quhem Pranvera Budinaku, jam kryetare e sindikatës Kimi, Ushqimi dhe Turizmit. Ne po bëjmë fushat si këtu, si me sindikalistët tonë ku janë. Kemi një urdhër nga shefi jonë që duhet të mbështesim Partinë Demokratike. Problemet janë të shumta, ama programi i Partisë Demokratike është tamam. Shqipëria madhështore është dhe programi madhështor. Kush ka vesh, duhet ta dëgjoj. Unë nipi më voton për herë të parë si vjetë. Edhe dëgjon të programit dhe tha, nona tha, po pas ka një program shumë bukur këto. Unë tha, do jap doktori, tha, votën. Ankesat tona janë të shumta. Po flasim për fëmijë. Ne shtëpinë e kemi të Osman Myderizi. Nuk kemi një park ku të lozin kalamajt. Të vish atje mbasdite, të gjithë fëmijët hypin nga hekurat e shkollës, që të lozin me top atje. Sepse janë një grup fëmijësh, që nga nipi im, që merren me sport. Rruga është e prishme. Tu të regoj një rast, vetëm një rast konkret. Mbrapa ku është shkolla Osman Myderizi, që po bëhen 2 pallate, atje që po na marrin frymën, përpara ishte rrugë me 2 kalime. Sa fillun pallatet e këtyre oligarkëve, e bllokun e bën me 1 kalim. Betonierët hyshin lirshëm, ose makinat e pronarve hyshin kundra vajte. Sa i thash një ditë një policit, ora i thashun, ti pse hyre këte, a je kundra vajtje, a je për mbrojtjen e ligjit. Jo, tha, po neve na lejohet, tha, të hym kundra vajte. Për qatë, ty ishte pallati. Problemet janë shumë. Po neve do luftojmë edhe duhet jetë një muj sulmi, i thonë dhe 36 ditë. Që 11 maj të kemi një fitore bindshme. Jorita e ka provu këtë seksion, edhe Moza andej. Po Jorita që ka qenë këtu, e fillonim 8 mëngjesit dhe e mbyllim 12 natës. Ai thot do rris pensionet do 2030-ën. Po 2030-ën, mosha ime edhe shumë të tjerë, ndosha nuk jemi. Atëherë në Shan, kur bëri Bilindi fushatën Proletar Bashkia, që do bëj abonet falas, e fillun qiqin me ato. Kurse tashi, na e kam bërë falas, të rish atje 3 orë në radhë, si radhë vajguri, edhe të shkosh çdo muaj të paraqitesh. Jo, Italia e ka paguan 3 euro në vit pensionisti, edhe hypën në të gjitha ato buzet. U për vetën time se ka marrë dhe se marrë. Prandaj, doktor Berisha, si që ti i fort, po them ti me afërsi, ashtu edhe ne duhet të punojmë kaq shumë, se ju s'po ndaleni. Nga mëngjesi deri në darkë. Të urojmë shëndet, mbarësi edhe fitore me 11 maj. Faleminderit, do ju lutesha vetëm për efekt të kohës, të jemi pak më shkurt, vetëm në një pyetje që keni lidhur me problematikat apo shqetësimet tuaja.
Shkoj se ndërtimi i terreneve sportive përbën një zotim tonë, rikthimi i terreneve sportive. Ndërtimi i terreneve sportive, terrenet sportive ka pas Tirana, i zhduku, rikthimi i tyre, ndërtimi i tyre do t'jetë një nga përparësitë madhore tona. Sot ai miratoi kull 3 tek stadiumi Dinamo. Sa ai çdo stadium ka vendosur të ndërtojnë nga një kull Kristaq Rama. Siç e ndërtoi këtu tek stadiumi Qemal Stafa, po ndërton dhe atje ja ka ndjerë lezetin ai këtyre kullave në stadiume. Dhe për sa i përket transportit, transporti urban do t'jetë falas siç është premtuar. Transporti interurban do t'jetë me gjysmë çmimi për çdo pensionist. Përshëndetje, doktor Berisha. Unë jam një qytetar i njësisë 2, Ramiz